vrasës. Ja thanë Nikol Lesi atyre në parlamente, janë zori me dokumenta, e kërcënuan me vdekje Nikol Lesin, po ta mbani mend. Vrasës, Kumargji, pianik. Më ka thënë nga Vlora, i shpinim leka kur loste në kazino, edhe theshte, edhe nuk na shikonte, se theshte, i këmin në kaç milion. Të pak në ta kthente kokën, ta shikonte kush e solli, tha, nuk e kthente kokën. Fuse dorën, edhe mbante edhe dy vetë aty që fusnin lekat aty në makineria. Se ishin aq shumë leka sa lotëshe, si fuste do të vetë nanë mo. Lekët ja fusin në makineria, pastaj e binte. Kërkonte shtatat. Do më thënë, bënte antistresin. Lere ato 28 që u vranë, që u odhën në det, edhe ky rinte, i tha në kazino, në Buzuq, edhe nuk lëvizin nga vendi. Po, do me thënë, mua më vjen më shumë me të djathtët. Me të djathtët më vjen më shumë. Tërë këta të djathtët, duke thua që nga Berisha, me radhë, edhe miku im, Saljani, të gjithë ta pasaj. Me radhë të gjithë, a ju Lela, të tërë tha. Po me ndërë dhe respekt për këtemo, për kemo, se unë e lexoj tashi, me ndërë dhe respekt, po për kemo. Po për këmë ndërë respekt, shëndet o bitë, për këmë ndërë respekt, për një Kumargji, për një pianik, për një kurvar, për një ajdut, për një vrasës që vravi plakun, në shkullar të Durrësit që i shtypi, e që odhin kanal, për këmo, për këtamo, që vdiqin 28, unë bytën edhe aty, as tentovi, i thanë as tentovi, të vinte për morqet djemnenash, që enda ata 28, a ju si pordiq, ndende dy po pinte, e janë në qani bytën tha. Kuptoni. E të dalës tani, ti thuash këti njeriu. Ore, i vetmi vend edhe njeri, i vetmi vend në botë, që vesit i quan në virtytet më të larta të kombit shqiptar. Ja ky jemi ne, këta politikanë, nga këta po vuajmë ne, nga këta e sollëm njerimin, këta u bën miliardera. Lere Xhberi, po shqivi parti më 2005-ën Edi Ramës, edhe iku në Vjenë, mori blevi një super vil në Vjenë, dhe jetovi 20 vit aty, kuptonti, vetëm duke ngrenë, duke pire, duke qirë me lekat e shqiptarve. Me lekat e shqiptarve!